që ndodhet poshtë tek kutia e Sebastianit, QR kodi ku ju mund ta skanoni me celularin tuaj dhe bëni një login dhe pastaj bëni pyetje, do mundohem në fund të lexoj disa nga pyetjet tuaja. Nuk do japim dot ndoshta përgjigje, s'kemi kohë, po e rëndësishme është të lexoj pyetjet tuaja së bashku me emrin që keni sipër. Për gjithë ju që nuk e dini, pikërisht sot Ukraina ka bombarduar, nuk e di me çfarë, do na i thot Sebi dhe pastaj do të dëgjojmë edhe pak ambasadorin, na bën një koment për të punë. Ka bombarduar, ka goditur Ust-Luga. Kështu quhet ky vendi që u shikoni në këto momente në ekran. Ust-Luga dhe Primorsk. Zjarre, ndërprerje ngarkimesh, goditje mbi eksportet ruse të naftës dhe gazit është një nga, po themi, si ta quajmë, qendër? Qendër jo. Port. Është një nga portet më të rëndësishme të gazit dhe të naftës në Rusi. Sebastian, para se janë fjalën ambasadorit, Bimo, të lutem më thuaj, dim gjë me çfarë ka qelluar Ukraina? Me dron. Me dron. Me dron. Primorsku është një ndër portet më të rëndësishme në detin Baltik, po flasim për 60 milion ton naftë. Pra përpunon 60 milion ton. Është një strategji e Ukrainës, ka kohë që e ndjek. Më herët kemi pasur bombardimin dhe goditjen e Shadow Fleet, që quhet flota hije e Rusisë. Vetëm se jam kurioz ta di, në cilën pjesë në fakt si thënë të afër Finlandës është Primorsku, që është një nga portet më të rëndësishme. Pra që do thotë është shumë lart nga Ukraina apo jo? Po, rreth do të jetë 1500-2000 kilometër. Dhe dronët Ukrainas kanë fluturuar deri atje? Aktualisht Ukraina është shteti lider në botë për drona. Për drona. Dhe nuk janë drona kështu shahid, siç përdor Irani, drona kamikaz, janë drona të tjerë që qellojnë dhe ikin, apo janë shahid që janë kamikaz? Çështja e dronave shahid është thjesht vlera e ulët. Kjo është çështje e shahid. Po këto drona të përdor Ukraina janë lider në teknologjinë e dronave në rang botror. Po ne nuk e dim detajin sot. Janë drona të mëdhenj, ndoshta më të mëdhenj se shahidi, të cilët kanë shkuar dhe kanë goditur rafineritë ruse. Strategjia është ukrainase, është e vjetër, godet njëra pas tjetrës të gjitha rafineritë në brendësi të Rusisë, dëmi ekonomik është i madh dhe aktualisht po flasim për goditje të 40% të fuqisë ruse për të shitur naftë dhe gaz. Reuters e kishte e raportonte ditën e sotme. Pra po flasim për një goditje të madhe të ekonomisë ruse sa i përket naftës dhe gazit. Mbi këtë premis, do doja të pyesja ambasadorin. Në qoftë se premisa e parave, pra një koncept shumë liberal që e kemi futur me anglosaksonët që paraja qëndron në zemër gjithçkaje. Engels i shkruante te merkantilizmi evropian që gjitha luftrat evropianët i bëjnë për lek dhe i përdorin ushtrit si milici për të pushtuar vendet e tjera dhe të grabisin dhe të vjedhin. Tani në këtë mes, nëse premisa bazë është që paraja qëndron në qendër të gjithçkaje. Rrim pak te lajmit, lutem Sebastian. Evropianët i kalonte komendi direkt, po njerëz duan dinë çka ndodh. Evropianët na thanë që nuk sulmon Rusia sepse humb shumë para prej gazit dhe naftës. Ne po i themi Amerikës, ti nuk sulmon në Iran sepse humb shumë para prej naftës dhe prej gazit. Tani pyetja kryesore në këtë mes është, ç'është kjo lloj logjike që gjithçka në mes është çështja e paras, dhe kur Rusia vjon dhe goditet në 40% të infrastrukturës së saj të rafinimit, luftën e vjon sërish në Ukrainë. Dhe para se të flasë ambasadori, informacion, droni i Ukrainas, ose dronët Ukrainas që janë përdorur sot për të goditur këtë port, një nga baza më të mëdha të gazit dhe naftës në Rusi, quhet Aeroprakt A-22 Foxbat. Kjo, sa për qefin tuaj, për kulturë. Ambasador, fjera për ju. Atëre, kam parasysh që e kemi parasysh faktin që kur themi emrin në një shteti, ai shtet ka shumë element, faktor, dimensione, interesa brenda vendit. Për shembull, vërtet se Bashkuar Amerikës janë të shqetësuar për çmimin e naftës dhe një nga shqetësimet kryesore politike të presidentit amerikan është mbajtja në kontroll, të paktën nga ana propagandistike e çmimit të naftës. Kompanitë amerikane që merren me naftë, shitblerje, kanë fituar që nga 28 shkurti $100 miliard. $100 miliard nga tregtia e naftës. Irani, çuditërisht, sipas Trita Farsit, që është një nga ekspertët amerikan për mendimin tim më autoritar kur vjen puna për çështën e Iranit, thotë që para luftës Irani prodhonte 1.1 milion fuqi në ditë, sot prodhon 1.5.
Para luftës ishte $65 çfuqin, me një skonto për 18% për shkak se ishte në sanksione. Sot e shet me $110 fuqin dhe vetëm me një skonto për 2.5. Pra është një sasi e jashtëzakonshme parash që hyn në Iran. Në këto kushte, ti heqësh tregut të naftës, sepse praktikisht nafta në botë, sido që t'jetë puna, kushdo që e prodhon, kuotohet në terma botërore. Pra pavarësisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të vetë përmbush vend i plotësojnë nevojat e tyre me naftë, çmimi rritet edhe atje për shkak se rritet kudo në gjithë botën. Është një pishinë e madhe ku gjithë hedhin naftën në të dhe pastaj shpërndahet sipas nevojave. Pra, çmimi i naftës duke u rritur, rusët fitojnë shumë herë më tepër para se sa nga humbjet që janë shkaktuar nga mungesa që vjen si pasojë e sulmit të Ukrainës. Për sa i përket realisht raportit të forcave në luftë, kjo goditje që kanë bërë ukrainësit për Rusinë është vërtet me pasoja shumë të rënda, ekonomike, politike, por edhe psikologjike dhe morale, domethënë që nuk janë në gjendje të mbrohen. Ndërkohë që vërteton edhe një herë të tezën se nuk ka asnjë gjë të mbrojtshme. Pra ajo ideja e Iron Dome me mbrojtjes së sigurt nga raketat në këto ditë të kësaj lufte dhe të luftës në Ukrainë është shuar përfundimisht. Nuk ka mbrojtje të sigurt nga dronët apo nga raketat. Kështu që rusët fitojnë para pavarësisht që po dëmtohen, ukrainësit arrin një fitore morale të rëndësishme, sepse i tregojnë gjithë botës që ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë të luftojmë, ndërkohë që praktikisht për Ukrainën, po të shikosh në të tërën e vet, lufta është, si thua, do duhet kishte mbaruar për shkak të situatës rëndë ekonomike në cilën ndodhet, humbjeve të mëdha, mund të themi parë mirë që rusët mund të kenë pasur shumë më tepër humbje njerëzore, por janë shtet më i madh dhe absorbojnë më shumë humbje se sa ukrainësit që janë një vend më i vogël dhe pasojat i ndjejnë të humbjeve njerëzore. Në planin strategjik, pse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thënë mos u ngatroni me interesat tona, janë pikërisht se kjo mungesë e konsiderueshme nafte dhe gazit nga tregu botëror, që do të mungojë për shkak të këtij sulmi i Ukrainës, bën që çmimi i naftës të rritet dhe që është në totalisht në kundërshtim me atë që do presidenti Trump. Prandaj ata thonë, keni kujdes, mos veproni në kundërshtim me interesat tona. Para se Sebastiani të bëj pyetjen e fundit, ambasador, do ju bëj një pyetje. A kemi hyrë në epokën ku sot, ambasador, si në luftin që po ndodh tani midis SBA-s Izraelit dhe Kinës në Iran, apo dhe Rusisë, po doni ju, si në rasti e Rusisë me Ukrainën, kemi hyrë në epokën që tani nuk mund të flasim dot më as për fitues, as për humbës? Besoj që po, dëmet janë kaq të konsiderueshme nga të gjitha anët, saqë që në parimet kryesore të luftës së drejtë, ndër më të rëndësishmit është nëse ti e shkatërron atë që do të fitosh, çka kuptimi ka lufta. Dhe praktikisht ajo që po ndodh me këto luftime që bëhen, praktikisht shkatërrohet ajo që ti do të fitosh. Pra në konceptin e luftave që vjen nga lashtësia, lufta e drejtë është ajo e cila nuk dëmton atë që ti do ta fitosh. Ky koncept gradualisht me këto lufta kaq shkatërrimtare që po ndodhin, e humbet të koncept të luftës së drejtë, le të themi, në thonjza. Qartë. Kështu që është konstatim i saktë për mendimin tim që luftat janë kaq shkatërrimtare, sepse ka dhe një gjë shumë interesante që nuk mbahet dhe aq parasysh në jetën e përditshme edhe në diskutimet që bëhen. Të flasësh për luftën e parë, edhe për luftën e dytë, bën sens, po të flasësh për luftën e tretë, kur ka shumë vende me armë bërthamore, të vjen ndërmend ajo thënia e Einsteinit që nuk e di se do të zhvillohet me çfarë armësh do të zhvillohet lufta e tretë, po e katërta jam i sigurt që do të zhvillohet me gur. Domethënë këtë nuk e di, ai ka thënë vërtet Einsteini apo i atribuohet atij ta ketë thënë. Po është një konstatim me jashtëzakonisht vlerë për ditët që jetojmë për të ftohur mendjet e nxehura apo të gjenden mekanizma për të frenuar këtë gryksi të jashtëzakonshme përpara nga ata që inicionin këto luftra, sepse praktikisht me 29 janar, Pentagoni ka formosur një marrëveshje me Lockheed Martin për prodhimin e raketave THAAD, ato raketat interceptore për kundër raketave, dhe nga 96 në vit të prodhohen 400 në vit, kur një prej tyre kushtohej rreth $12 milion, domethënë apo një bateri e tyre. Pra janë para pafund që harxhohen pikërisht në këtë drejtim që thamë që nuk do duhet harxhoheshin, sepse janë vetëm shkatërrim.
Ndërkohë që shikojmë në bursë, të gjithë kompanitë e prodhimeve ushtarake në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë me rritje të jashtëzakonshme nga 20 deri në 30% ato vlerat të letrave të tyre me vlerë. Dhe është shumë interesante se si ka një sado që zhvillohet luftë përsëri për shkak se shumica një pjesë e kompanive që kuotohen në bursë janë pikërisht që punojnë me porosi të ushtrisë, kanë rritje të aksioneve të tyre në bursë. Normalisht një merkato, një treg financiar do duhet të trembej nga lufta. Ajo që vihet re, qoftë në Izrael, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjendja e tregjeve nuk e përligj atë frik nga lufta. Ndoshta ky duhet ishte edhe një sinjal pozitiv që na bën të mendojmë se nuk do të jetë aq të mëshme lufta. Dhe para se ta bëj pyetjen e fundit Sebastian Zonja, ambasador, më vjen një pyetje nga publiku, nga një publik sigurisht inteligjent. Ku më thot, zoti ambasador, po për frontin rus në Donbas, si e shikni, ku do ndaloj Rusia? Ju besoj, ambasador, nuk besoni analizat debile se Rusia do pushtoj të gjithë Ukrainën? Jo, nuk e besoj që është kundër në plan të marrë gjithë Ukrainën, sepse rusët e dinë fare mirë që pjesa perëndimore e Ukrainës ju digjet toka në këmbë nga nacionalizmi i Ukrainës, por të shkojnë deri në Odesa dhe kjo do ishte vdekjepurse për Ukrainën, sepse do ta kthente në një shtet pa dalje në det, dhe gjithë pasuria që ka Ukraina, qoftë kjo bujqësore apo industriale, do të ishte shumë e vështirë që të kisha mundësi të tregtohej për shkak se do t'i bllokonin daljen në det. Po jam plotësisht dakord me konstatimin që rusët, sipas asaj që gjykojnë, jo vetëm që nuk do ta donin, por nuk janë në gjendje që ta bëjnë pushtimin e gjithë Ukrainës. Por Odesa është çështje tjetër. Po, ambasador, pyetje fundit dhe përgjigje e fundit për sonte dhe një parafalënderim. Sebastian Zonja, pyetje e fundit për ambasadorin, kemi vetëm 3 minutët e fundit. Kështu që sep llogaritë. Pengon vendet të mos prodhojnë armë bërthamore në këtë situatë kaq të nxehtë kur ra traktati midis Amerikës dhe Rusisë. Kam përshtypjen që të gjitha vendet janë me, si thua, me këmbët në frena për t'i liruar frenat që të shkojnë në drejtim të armatosit bërthamore, sepse ka një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm. Kim Il-sung që Kim Jong-un që është shefi i Koreas Veriut, të themi, i ka gjitha funksionet, sekretar partie apo president apo kryeministër, nuk e ngacmon njeri, padyshim që janë edhe rrethanat e tjera afër Kinës e me radhë, por nuk e ngacmon njeri pikërisht për shkak se ka armë bërthamore. Dhe është një incentiv i jashtëzakonshëm për vendet e tjera që mund ta ndjejnë veten të kërcënuar nga agresionet, që të kenë një armë bërthamore për të frenuar vendet e tjera nga agresionin ndaj tyre. Dhe me gjitha ato që po ndodhin, në rast se Irani nuk do të pulverizohet nga lufta, nuk do të shkrumbohet, puna e parë që do bëj kur mbaroj lufta do të jetë që të ndjeki programin bërthamor. Dhe siç kam dëgjuar nga një TED postol, një shkencëtar bërthamor që ka pasur pedagog në këtë Massachusetts Institute në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai thotë, në këtë fazë janë iranianët sot për tjenit që zotërojnë, për atë material uraniumit pasuruar që kanë, ju mjafton një dhomë kuzhinë 50 metra katror me 4-5 centrifuga moderne që ta çojnë deri në 93% që ju duhet për armë. Sistemet e lëshimit tashmë i kanë raketore, kështu që në momentin që bëhet Irani me armë bërthamore, është Arabia Saudite, është Turqia, janë gjitha me radhë. Kështu që incentivi që shtetet shkojnë drejt armatimit bërthamor është jashtëzakonisht i madh me këtë që po ndodh. Falenderoj jashtëmase ambasador Bimo, shpresoj që të takohemi të mërkurën tjetër. Ju në fakt të mërkurën e kaluar parashikuat që lufta do të mbarojë shpejt, më thatë. Nuk ka mbaruar akoma. Po. Një fjali, javën tjetër, një javë përpara, vizita e zotit Trump në Pekin ende nuk ishte anulluar. Dhe kurse unë edhe shumë të tjerë nga ato që lexoj unë, kishin shumë shpresë që fakti i vizitës do të ushtronte një lloj presioni për mbylljen e luftës së shtëpisë. Të gjithë në fakt e mendonin këtë gjë. Të gjithë mendonin këtë gjë. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, sot u shpall ambasador me që ma kujtove, u shpall takimi, u deklarua që takimi zi
Trump do të mbahet 14 dhe 15 maj. Nuk e di a jeni në dijeni. Jo, tash po e di. Si informacion. Kështu që do të thotë ambasadori që sot jemi akoma s'ka mbaruar marsi, që do të thotë lufta do vazhdojë gjatë gjithë. Edhe në tarit ditë e fundit të marsit, vazhdojë edhe në prill, madje edhe në mes majit apo jo. Për takimi do bëhet 15 maj. Me sa duket, është një shenjë, them unë. Ju kuptoni mirë se unë këtë shenja diplomaci, po kur një takim bëhet shumë, domethënë që s'jemi gati akoma. Megjithatë, përveç falënderimeve që i bëra me shumë sinqeritet ambasadorin që kemi këtu, ka mesazhe pafund nga ju, zonja Zotrinj, që keni dërguar për ambasadorin, e shumë të kënaqur që ai është këtu mes nesh dhe që na dekripton luftën në kohë reale. Dua ta mbyll me një informacion për gjithë ju fansa ndërkohë të luftës tjetër që po zhvillohet më në heshtje, po që ka filluar ka kohë tashmë, për 4 vjet Rusi-Ukrainë, në këto momente i po flasim. Ta mbyll me info. Lufta kryesore tani në këto momente i po flasim midis Rusisë dhe Ukrainës, po zhvillohet, hapni Google Mapi tani, ju që jeni të fiksuar, po zhvillohet, po bëhet në Konstantinivka. Nëse bie kjo kështjell, në thonjza, ushtrisë ruse i hapet rruga për në Slovjansk dhe Kramatorsk. Ndërkohë që unë po flasë kështu, Ledjo ka dhe mbulime, që më duke se është duke i dhënë, ja shikojni, këto janë mbulimet e luftimeve në Konstantinivka, quhet zona tani që po mundohen të marrin rusët. Këto ishin pra ndërkohë që shikonin mbulimet e kësaj që sapo thash tani e këtij lajmi, pyetja për ambasadorin do të ndikojë tërheqja e plotë e Rusisë nga tregu evropian, politikën e Hungarisë dhe Slovenisë, që vanen deri në 60% nga burimet e gazit rus. Bravo, më pëlqen pyetja e Mario Kuqit. Bravo Mario. Adrian Rama thot, respekt për ambasadorin. Si e komenton politikën e racionimit të naftës që ka filluar në disa vende, parashikon që do fillojë një lockdown energjetik. Për shembull me bllokimin e lëvizjes lirë prej naftës e tjerë. Devisi shkruan, a mendoni që operacioni Epic Fury qëllim kryesor ka eliminimin e të gjithë figurave kundërshtare për të hapur rrugën figurave pro-amerikane izraelite. A kanë arritur në majtë regjimit iranian këto figura? Flor Marku shkrua në QR code, zonja Zotrinj. A mendon ambasadori që Trump do hiqet pas zgjedhjeve midterm për impeachment? Le të presim, Meloni në Itali vazhdon Flor Marku, në Itali është në rënje për disa dhe fal fakti që e lidhi me figurën e Trumpit. Ndoshta, Piro Epirioti shkruar, çudi se si ambasadori thot, edhe pse thot në një moshë serioze, ka mendime kaq moderne, ndërkohë që as prindrit nuk na i mbështesin këto ide ne të rinjve, thot Piro Epirioti. Bravo Piro. Gimi thot, pyet ambasadorin, e kanë treguar vërtet amerikanët qëllimin e ndërhyrjes në Iran, sepse nuk duket në stilin e Trump kjo ndërhyrje. Gregor Papasi, unë tani jam duke lexuar mesazhet, po ndërkohë përfitojnë nga rasti për të parë zhvillimin e ditës e së sotme dhe djeshme, çfarë po ndodh në Ukrainë në këto momente, ku po zhvillohen luftimet. Shikoni. Gregor erdha, le t'ju mbaruam. Gregor Papasi, çani ambasadori është shumë lart. Duhet të ishte ministri i jashtëm, thotë i Shqipërisë. Të lutem merre më shpesh në emision, të lutem, ikën ora nuk kuptohet, ke qef ta dëgjosh. Më shpesh se një herë në javë ti